Kush po e ban ligjin në Kosovë? Murat Osmani e lëmbjen keq me tha kopiljat e Osmanlive që kanë met në trojet tona, apo shteti i Kosovës. Ne këndojmë Çou Adem, por duhet me këndua le Çou Ibrahim Rugova, me pa çka te kanë ba me shtet. Shikoni kërcënim e Osmanlive. Nëse nuk merret diçka prej komunës, prej policisë, prej shtetit, për që të guri me jek, nuk muj garantoj unë si Murat, Murati kërcënoi po me shkumbje. se nëse policia dhe shteti nuk e heqin gurin e themelit e kishës në vushtri, s'kan me shkua punë të mirë. A dini çka lajmi pra? Besa punët nuk kanë shkua mirë, sepse vetë policia e Kosovës e ka vjell gurin. A mundemi me thanë se policia ka ra nën presion në islamistave dhe të bashkësisë islame që e kundërshtoi vendosjen e gurit dhe kërkoi largimin e tij? A mundemi me tha se policia e Kosovës e ka vjell gurin? Po, është vjellje sepse sipas asaj që është raportuar, guri i themelit ka qenë pronë private të kishës dhe policia e Kosovës e ka largua pa pëlqimin e pronarit. Nuk i ka lëndoj letër, nuk i ka zyrtarizua kur gjëve që ka marrë. Nëse nuk ka pas urlër gjykate, nëse nuk ka pa proces verbal, nëse s'ka pa bazë të qarta ligjore, atëherë kjo është çështje jashtëzakonisht serioze dhe duhet më hetua publikisht e nena duhet me folë për këtë punë. Kjo është hajni sepse nëse shteti i Kosovës nuk ka ranën pushtetin e shariatit dhe në pushtetin e bashkësisë islame, atëherë duhet me na tregua ku është ligji. Prova private mbrohet me konstitut. Edhe kur shteti dërhyn për një qëllim publik, dërhyrja duhet me kenë e autorizuar me ligj. Dhe duhet me ju nënshtrua konstitutave të shtetit. Policia nuk mundet thjesht me hy në një vend privat, me marrë një sen privat, sepse dikush tjetër proteston ose kërcënon. Vetëm se janë qua turmat me protestuas mund është tash me marrë një gjë private. Çdo njeri normal duhet me bën këtë pyetje. Me çfarë ligji u mor guri? A ka pas urlër gjykate? A ka pas rrezik konkret me vra ky gur dikon? A ka pas procedurë penale? Ajo është lënë pronarit ndoj dokument. Ajo lë afati më u largua ky gur, sepse nëse shteti do të kishte pas një bazë fort ligjore për me ndërhy, atëherë duhet me ekzistua procedura. Ligji vllazën. Jepet dokumenti pronarit, i tregohet çka kërkon ligji, dhe nëse ka afat për largim, i jepet afati për kat. S'ke je ka çko largoje. Por jo me ardh policia, me marrë gurin, dhe me largua pej prone si kurse prona private të ishte pronë e shtetit apo pronë e bashkësisë islame që me tha largoni janë një pej këty. Kur kanë dalë priftat katolik në Kongres Amerikan, janë betua se në Kosovë s'ka me pa probleme fetare, se ka me ka shtet demokratik, e sot pyetja është çka ndolli me këtë shtet? Apo e zbaton Kosova konstitutën, apo e zbaton presionin e hoxhallarëve bashkësisë islame e ty me shkua drejt shariatit? Çka me prit tash prej Kurtit dhe prej shtetit e Kosovës kur kanë fut hoxhallar radikal që kanë fyer Gjergj Kastriotin e gjakun e të parëve e ton e kanë fyt në parlament. I kanë fyer shqiptarët e vërtet. A kanë me zbatua këta konstitutën, a kanë me dorëzua para presionit e bashkësisë islame? Kjo është pyetja për Albin Kurti, respekt për ty, zgjoju Albin Kurti. Sepse kur njerëzit kërcënojnë, protestojnë, dhe kërkojnë që shteti me largua një gur prej një prones private, e pastaj shteti shkon dhe largon apo e vjell pa ligj, atëherë ne kem të drejtë me ban shumë pyetje. Pyetja është, kush po vendos ligjin? Shteti apo turma që duket si turma talibansh e jo shqiptar? Këta duken si taliban me dalë me gjuhë me gurë me marr gur. Kushtetuta e Kosovës garanton lirinë e besimit dhe fesë
Le thot se Republika siguron le mbron autonomin fetare, le monumentet fetar. Ky gur ka kej bekuam o monument fetar. Pse kanë marë? Kjo atë duket se vjen vetëm për bashkësinë islame, jo për tjerë. Sepse kur bëhet fjalë për një kishë katolike, për një gur themel, në pronën private, le për një ceremoni fetare, pa pritmas, ligji duket se harrohet. Shkoj ligji se ka marrë turë mendore, ka marrë mafja, ka marrë xhihadistat. Kjo nuk është thjesht çështje guri, është çështje e pronës private, është çështje e lirisë fetare, është çështje e barazisë para ligjit. Mbi të gjitha, është çështje e autoritetit të shtetit bi bashkësinë islame, që është anti-shtet, le anti-shqiptare. Kjo është një punë e madhe vllazër, nuk ka vetëm një gur. Kjo duhet me dalë edhe në lajmet ndërkombëtare. Ky lajm duhet mu përhap një këtë video, përhap një këtë lajm, sepse nuk po flasim për një kish që po ndërtohej. Nuk kishte gërmim, nuk kishte beton, si të ty më kri betone me ke rrezik për popullin. Nuk kishte themelje, nuk hap themeli, nuk kishte mure, nuk kishte dojpunim ndërtimor që duhej me undal. Pse me ndal? Çka ka ndodhur veç një simbol fetar? Pse e thon këta? Se në media kanë thënë se kisha s'ka marrë leje. Pse? A duhet me marrë leje para se fillon plani i ndërtimit? Çfarë leje kur sot punua kur gjë? Po flasim për një gur që u vendos dhe u bekua në një ceremoni fetare katolike në pronë private. Këta s'ka ligj që mundet me ndalua çka bën ti e çka beko ti në pronën tënde. E kur islamistat falen në sheshe, e në rrugë publike, e bllokojnë e qytetin, e bllokojnë trafikun, a marrin leje? Ky gur në pronë private që ka allurua familja ish muslimane Musa, që krejt janë pagzua, nuk i bën problem askuj përveç xhihadistave të Allahut. Kjo si bën kuj problem, është në mal, është në vetmi. Dhe nëse një grup muslimansh mundet me thanë publikisht, hiqeni gurin se për ndryshe e heqim na, dhe pastaj policia e Kosovës shkon dhe largon atë gur, atër bota ka drejt me mendua e me ban pyetje. Kush për vendos ligjin në Kosovë? Shteti apo presioni i turmes, mafia e bashkësisë islame, që merr shumë financa nga shtetet arabe, për ata mujnë me kontrolla dhe shtetin e Kosovës se kanë buxhet të madh. Për ata mujnë me ban çka bajnë. Pyetja ime personale është, a u bani problem se ky gur nuk je i zi, por kje gur i bardh, me emra Dardan, Flori dhe Lauri, që përshkruan një histori të artë e kombit tonë shqiptar. A u bani ky problem? U bani problem se guri nuk je i bardh? A u bani problem se guri kje i bardh e nuk je guri zez? Nuk je guri i zez në Arabi, që shpenzoni me miliona, që me shkua me prek gurin e zi, që ka tha Muhamedi ka me pasy, e ka me pa gjuhën, e ka me dëshmua, se kush e ka prek me sinceritet. A bani problem këta, që nuk je a i guri i zi, se në islam gjithë ka mrapsht. E allurojnë gurin e zi, e urrejnë gurin e bardh me emrat shqiptarve, Dardan, shenjtrave të parë që njohim në Dardani, Flori e Lauri. A ky problemi, apo çka është problemi këtu, vllazën e motra? Duhet me lën shteti përgjigje këtu. Kem problem me vet shtetin, ka problem vet Albin Kurti, sepse shteti që e lejon turmën, mja diktu vendimet, nuk është ma shtet. Nuk është ma shtet i drejt. E këtu e treguan se nuk janë shteti i drejt, por ka rënë nën presionin e bashkësisë islame, bikut që janë një organizat që gjithku në botë tjetër kini mu qua organizat terroriste që qojnë mafjen me protestua, ata vetë pagojnë për portali islame e me ba dezinformime e me sulmua njerëz pa faj, vetë t'i bajnë të punë, atërna kem një problem të malë, vllazën e motra, na çka me tha, qo Ibrahim Rugova, qo me pa qka te kanë ban me shtet,
me shtet që ti ke pa planifikua, me kja shtet demokrat, shtet patriotik, po shëndrohet në një shtet shëriati që zdi si kam na ec nga ky moment.